Miqtë e Super Sport, mi broma dhe mirë se vini në San Siro. Nuk vendoset sot, ashtu si ka ndodhur për vite të tëra, se kush do ta fitojë kampionatin italian apo kush do ta fitojë UEFA Champions League. Është e vërtet, por derbi i Milanos për të gjithë ata që dashurojnë të sport ka qenë një nga motivet që e duan të sport mrekullueshëm më të bukurin në botë. Jovetic nuk del topi, ka Perisic në linje. O Jesus, Rosimi fort, në shtë të dhe, e pa besueshme çfarë ka humbur Eder. Qëndër, Eder, në ditja e Brozovic, Donnarumma në dy kohë, në duar e ka, është tjetër që kërcënon. Donnarumma, shkoj të top. Beruar Perisic ishte me njëra aty Eder. Jovetic, 1-1. Me Antonelli, Jovetic! Ka pritur. Donnarumma. Ondan, shë dytë. Alex! 1-0 Milan! Shënon Brasiliani! Po që do të një ndeshje perfekte në mbrojtje. Por kjo është e jashtëzakonshme për ta. Me kokë, me rrjet. Festojnë kuqezi tani. E David çuditshëm që Bonaventura. Donnarumma shikoni topin drejt të portës së boshatisur dhe ka bon dhe kaotike pak situata. Me Bruni ka goditur Eder. Kjo është përplasja. Proteston Inter. Zirët jashtë Mancini. Brozovic. Ljajić. Për Icardi topi. Icardi! Donnarumma. Icardi rëzohet. Ka penalti. Minuta 69. Penalti për Interin. Niset Icardi, goditja dhe shtyr për plaset. Topi shtë aty, Perisic jo. Festa tani, kalon në kraun tjetër. Abate, Niang. Baka me të vetëm që të por mjafton ai, për të qua në rrjet topin. 2-0 Milan. Carlos Baka ishte i vetëm në zonë, por kaq mjafton që me të majtën ta qoj në rrjet topin. 2-0 Milan. Santon, Bonaventura, tjetër gabimi Santon, Bonaventura 3-2, Bonaventura, Niang, mund të dhes, provon, Handanovic, Niang, 3-0. Ka përshtypje se mund të dhe goli nokautit. 3-0 këtu. Smjajlovic nuk përmbahet. Çfarë sfide, sa emocione. Kuska. Honda e ka hapësirën. Rosimi, goditja. Balotelli ja ka hequr shansin Carlos Baka. Godiste mirë. Ishte një penalti në lëvizje. Topi shkëlqyer për Balotelli. Mbyllet derbi. Fiton Milan. Në fest Mjajlovic. Ka buzëqeshje edhe për ta dhe për gjithë kuqezit. Momenti më i mirë i këtij sezoni për skuadrën kuqezi dhe realisht një moment keq i Inter. Do shta
Travesër rrugë meritoi të humbiste Inter, me të vërtetë zhvilloi një ndeshje të mirë.